Në kuadër të masave për sezonin turistik të këtij viti, Bashkia e Vlorës ka nisur ndërhyrje në disa prej kanaleve që përfundojnë në det, me qëllim përmirësimin e situatës mjedisore përgjatë vijës bregdetare. Puna po përqendrohet në ndërtimin e brezave mbrojtës me gur dhe vendosjen e rrjetave metalike, të cilat synojnë të pengojnë ekspozimin e ujrave nga rëra, si edhe përhapjen e barishteve në zonat pranë kanaleve. Gjatë kësaj të hëne, makineritë e rënda dhe punonjësit e ndërmarrjeve në varësi të bashkisë kanë vijuar punën në teren, kryesisht në zonën pranë kanalit në lungomare. Aty po kryen ngjeshjet e rërës dhe vendosja e gurëve mbrojtës, me synimin që kanali të izolohet nga pjesa ranore dhe të shmanget përhapja e ujrave drejt zonës së frekuentuar nga pushuesit. Pamjet tregojnë angazhimin e strukturave vendore për të përgatitur qytetin për fluksin e turistëve gjatë sezonit veror, ndërsa ndërhyrjet po konsiderohen si masa emergjente për të minimizuar ndikimin negativ në mjedis. Megjithatë, problematikat e derdhjes së ujrave të ndotura në det mbetet ende një nga shqetësimet kryesore për qytetin bregdetar. Në disa zona të lungomares vazhdojnë të evidentohen kanale me ujra të ndotura që derdhen direkt në det, duke krijuar jo vetëm ndotje mjedisore, por edhe shqetësim për pushuesit dhe bizneset turistike. Banorë dhe qytetarë kërkojnë masa më konkrete për zgjidhjen e këtij fenomeni, i cili prej vitesh mbetet i pazgjidhur. Nevojitet ose mbyllja përfundimtare e këtyre kanaleve, ose artimi një projekti të mirëfillt infrastrukture që do të mund të kanalizonte dhe trajtonte ujrat e ndotura përpara se ato të përfundojnë në det. Ndërkohë, autoritetet vendore pritet të vijojnë ndërhyrjet edhe në ditët në vijim, ndërsa qyteti përgatitet të presë mijëra turistë vendas dhe të huaj gjatë sezonit veror.